Më 17 qershor, gjykata kushtetuese shfrytëzoi vendimin për ndryshimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore në komunën e Tetovës të datës 24 prill 2007. Në komunikatën e sotme të gjykatës kushtetuese ku arsyetohet ky vendim, thuhet se gjatë procedurës për shkak të mosdorëzimit të dokumentacionit të plot, gjykata në 4 raste kërkoi nga komuna e Tetovës që të dorëzojë të gjithë dokumentacionin që i kishte paraprirë miratimit të vendimit të kontestuar. Megjithatë, siç thon nga gjykata kushtetuese, nga komuna nuk u dorëzua as pëlqimi dhe as kërkesa për pëlqim që ishte dërguar në qeveri, por vetëm lista e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore në komunën e Tetovës e miratuar më 30 nëntor 2006. Mëtej, gjykata kushtetuese njofton se në 3 raste kërkoi nga qeveria që të dorëzojë pëlqimin e kërkuar, por ai nuk u dorëzua. Si rrjedhoi, siç thuhet në komunikat, nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar, u konstatua se komuna e Tetovës nuk kishte paraqitur kërkesë në qeveri për marrjen e pëlqimit të nevojshëm dhe as ndonjë akt me të cilin qeveria kishte dhënë pëlqim për listën, në përputhje me nenin 5 paragrafi 2 të ligjit për përcaktimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore. Për këtë arsye, gjykata vlerësoi se ky kusht ligjor nuk ishte përmbushur. Sipas nenit 5 paragrafi 2 të këtij ligji, për miratimin e një vendimi për ndryshimin e emrave kërkohet pëlqimi paraprak i qeverisë. Me miratimin e vendimit pa pëlqimin e nevojshëm të qeverisë, komuna e Tetovës ka shkelur parimin e sundimit të së drejtës të përcaktuar në nenin 8 paragrafi 1 alinea 3 dhe nenin 51 të kushtetutës, si dhe nenin 5 paragrafi 2 të ligjit për përcaktimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore, thuhet në komunikatën e gjykatës kushtetuese.